Kaosi dhe e papritura. Bia ndërhyn gjatë fotos së Albës dhe Ludos në shtëpinë e Big Brother Kosova. Çdo moment mund të marrë kthesa të papritura dhe ndonjëherë kaosi dhe humori shkojnë dorë për dorë. Një nga episodet më të paharrueshme ndodhi kur Alba dhe Ludo po pozonin para kameramanëve të shtëpisë, duke krijuar një imazh të bukur dhe të qetë për publikun. Të dy ishin të përqendruar. Buzëqeshjet e tyre të përpiluara dhe pozat e sakta tregonin një moment profesional dhe të qetë. Por, papritmas, Bia vendosi të ndërhyjë në mënyrën e saj karakteristike. Ai ju afrua nga mbrapa dhe, pa paralajmërim, i gjuan një shpull të lehtë në byth Albës. Reagimi ishte i menjëhershëm. Alba bërtet e habitur dhe e zemëruar, ç'po bën kështu? Bia na e more fytyrën. Situata u kthye në një skenë kaotike, ku Ludo tentoi të ndërhyjë dhe të qetësojë situatën, por nuk mund të mos qeshte pak nga paprituria e veprimit të Bias. Ndërsa Alba përpiqej të rregullonte pozën dhe të mbante fytyrën për kamerat, Bia u qellua në qendër të vëmendjes, duke nxjerrë një humor spontan dhe pak të çuditshëm që shpesh karakterizon sjelljet brenda shtëpisë. Banorët e tjerë qëndronin duke vëzhguar situatën, disa të habitur nga veprimi i Bias, të tjerë duke qeshur me mënyrën se si Alba reagoi. Ishte një kombinim i papritur i humorit, kaosit dhe tensionit të vogël që e bëri momentin të paharrueshëm dhe plot ngjyra. Ky episod tregoi një nga aspektet më të veçanta të Big Brother Kosova. Çdo situatë mund të ndryshojë brenda sekondash, dhe marrëdhëniet midis banorëve shpesh përzihen humor, lojë dhe të papritura të pakontrolluara. Bia tregoi natyrën e tij impulsive dhe humoristike, Alba tregoi spontanitetin dhe reagimin e saj emocional, ndërsa Ludo shfaqi përpjekjen për të ruajtur ekuilibrin dhe qetësinë e momentit. Publiku reagoi menjëherë ndaj këtij episodi. Shumë e panë si një moment komik dhe argëtues, ndërsa disa vlerësuan mënyrën se si Alba dhe Ludo përballuan ndërhyrjen e papritur pa humbur shumë kontroll.